Kosovë hala në mantel nuk e heka, e undala me një ven, e I posh mesazhet. Jo këtu në këtë është vërtet, duna me pranu mas rezultatit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, më ka ra bukur shumë vullneti me raportu, me analizu, me kritiku qeverinë e Kosovës dhe lartë madhnin e tij, zotin Albin Kurti. Do sanës mujna mim shef, e as këto. Jo pse çka kemi bo, ose çka kum bo, para kësoj date nuk ka qenë e vërtet. Po sepse u vërtetu që ka qenë humbje e kohës, e ndoshta edhe kunder efekt, qysh kanë merak me thonë disa rreth rolit gazetarëve në orientim të votës. Prandaj, mënyra ma mirë si masmeje me ju hakmar 51% të votuesve që u tallën me ne me 28 dhjetor, është me ja mundësu Albin Kurtit edhe 4 vjet me u tallë me ta. Kush ja mund me ja prish timin e duhanit shumicës popullatës. Nëse shumica popullatës mendon që kur sot ka reduktimet rrymës, fajin e kanë ata që kanë qeveris para 10 vjetëve, ashtu le tjetë. Nëse shumica mendon që mungesa rrugëve të reja e prishja rrugëve të vjetra është pasojë hajnisën të kalumen, ashtu le tjetë. Nëse shumica beson që çmimet në Kosovë po rriten për shkak të luftës në Ukrainë, edhe për shkak që opozita e ka pengu një ligj të Albinit duke e dërgu ato në gjykatë kushtetuese, super është edhe kjo, ashtu le tjetë. Kush ja mund me provu me bind shumicën e popullatës që dojnë me mendu që në 7 vitet e fundit ma shumë njerëz po kthehen në Kosovë nga perëndimi se sa po largohen nga Kosova në perëndim. Pse dumi ne, pse du na unë, me oprish ëndrat e bukura që në qeverisin e Albin Kurtit, Kosova avash po shndërrohet në fuqi serioze ushtarake në Ballkan. Po rritet numri ushtarëve, po blihet armatim me të madhe, e që besa edhe kena fillu me prodhu armatim modern. Drona, në Gjilan, në nëntor të vitit kalum, Kurti I shoqërum nga bashkëpunëtorët shkojnë Gjilan në një hangar, në një ekspozit dronave. Në atë ekspoze, e në postimin e Kurtit, nuk kishin qysh me mungu frazat tërheqëse drona kamikaz këne. Sigurisht që njëni pi dronav ishte e pritshme me pas dhe emën Shqip, Skifter, që fluturon 5000 metra nalt, 200 nur. Ky dron nuk ka nevoj as për pist, as për motor, as për radar, as për laborator, as për testim. Për me u prodhu edhe për me I tut armiqtë e brendshëm dhe t'jashtëm, mjafton një fjali e gjatë në rrjetet sociale, 2 foto para një makete, edhe që, po animojmë edhe na natos. As Skifteri, as Kenishi nuk ka nevojë as për bateri. Ata furnizohen edhe vihen lëvizje me energjin që e liron entuziazmi jun. Nuk është problemi mos me pas ambicje, mos me provu. Problemi është kur ambicia shitet si produkt I gatshëm, e kur testimet bëhen dikun në rrafshnaltën e Tibetit. Ani qysh folke ky tipi? Kena bo marrëveshje me një shtet, e kena bo testin me një shtet tjetër, nuk e kena një punëtur, po I kena ma shumë se 100 mo janë të shpërndom në për disa kompani. Paka shumë një mendje geniale balkanike, ku dëshirat dhe ambicjet shiten si prodhime. Me prodhu një dron, nuk është operacion që mbyllet të janë gjitë motorit 2 krah edhe një kamerë. Performanca ushtarake një droni nuk matet në për ara. Palja mundet me mrrin pe jarës Bacës Hasan te ara Bacës Qazim. Edhe pse as qasos ka prodhu. Po performanca e dronit vërtet ushtarak vlerësohet jo sa shpejt e sa nalt shkon letër,
po apunon ai çemnone kur tjerët këqyrin me t'arzu. Droni serioz fillon çaty ku kryhet show. Software, testimi, standardet, dokumentimi, që to e bojnë dronin, e jo beatifikimi I tij nga Albin Kurti. E ka rëndësinë edhe vetë edhe kjo, a më duhen edhe teste. Magjia vërtet është me bo një platformë që nuk të bjen kur ndryshon moti, që nuk të hub kontrolli kur prishet cenzuri, që nuk të çmendet navigimi kur t'i ngatrojnë sinjalet, që nuk të prishet pas 10 përdorimeve. E mbi gjitha që nuk ta merr kontrollin e pala tjetër. Unë e kuptoj propagandën. Ama dhe brenda propagandës ish duhet me kon disa gjysmë të vërteta. Një shtet që prodhon, nuk është ai që e ka një hangar edhe një flamur që aty. Edhe dorjeta pak si kamuflazh. Shteti që prodhon është ai që ka furnitur, ka standard cilësie, ka stok. Njerëz që e din dallimin mes prototipit edhe prodhimit në seri. Prototipe mundesh me I prodhu ka 2 javë dhe njëri o ka ardhur me një varkerri. Prodhim serioz do më thonë sot 5, nesër 50, mas 6 mujve 500, me të njëjtin cilësi, me të njëjtin performim, me të njëjtin disiplinim teknik. Kjo është e vështirë edhe për shtetet mëdhaja. E jo mo për një vend ku populli vdesin për ilaçe bazike. Gara me drona nuk është me ushtim me zogjet e malit, po me ushtri armike, që ta shkym dronin, ta bllokon, ta çorienton. Armiku nuk të rrin të droni qysh po rrin Albinin panajer. Armiku ti prish sinjalet, ti ngatron koordinatat, detyron me kthy në bazë, ose ta hub krejt. Aty nuk mjafton me shku 2500 metra në alt. Atë kthehet ai mrapa. Për çdo ditë zotit, që 4 vite Ukraina, Rusia luftojnë me drona. Droni që është prodhu para disa mujve, sot është shumë I vjetër. Droni është software ku punojnë shkencëtarët, e jo matrapazat. Një shoqni që dele fundit në testin e PISA-s. Për shkencë, për çdo gjë, nuk prodhon drona. Nuk jep inxhinier. Del na jo I mirë për ta marrin. Sponsorët videove të mia janë droni kamikaz, droni... jo, sponsorët videove të mia janë Riga Farm, Gjilonit edhe këta një, po këta serioz, që I kanë 100 pika në krejt Kosovën, është Jyski, është kafe pa ven, espresso pa ven, edhe është Buzhala Estate.